Përshëndetje, miqtë mi. Mirë vini në kanalin tim Tea Tarot. Sot do të shikojmë disa karakteristika të gërmave të alfabetit. Pra, të gërmës së parë të emrit tuaj. Sa thonë, të gërma. Gërma që. Unë prehem me qetësi. Zëri është paqe. Gërma H. Unë jam frymë në lehtësi. Ndjej gjithçka. 1. Unë zgjohem, ndriçimi fillon brenda meje. Gërma T. Unë qëndroj mbi tokë. Unë jam e pranishme në çdo hap që hes në tokën mëdh. Gërma Th. Nga thellësia e shpirtit tim lind zëri im i vërtet. Gërma I. Unë rritem drejt dritës dhe dia është udha ime. J. Unë luaj. Drita ime është gëzim i pastër. K. Unë zgjedh me mendje të kthjellët. Drejtimi im është i vetëdijshëm. S. Unë lëviz me dritë, rrjes si frymë në përjetën time. Gërma R. Unë udhëtoj për brenda. Rruga ime është rikthim tek vetja. P. Unë rritem çdo ditë. Jam një deg peme që ndjek dritën. O. Unë jam e plot. Unë jam rreth i përjetësisë. N. Unë pranoj natën. Unë e pranoj natën. Errësia më mëson të shoh me shpirt. Gërma M. Unë qëndroj i fortë si mali. Brëndia ime është qetësi. Gërma U. Unë përkulem me besim. Unë kaloj për me çdo prove. Dhe gërma L. Unë pasqyroj dhe pranoj çdo pasqyrim është mësim për mua. L. Unë rrjes me dashuri, zemra ime është dritë. Faleminderit shumë, miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.